aktualisht situata dhe gjendja e familjes. Mirëmëngjes, Valdrin. Mirëmëngjes, Ivon Gjepov, me përcova edhe atë që çfarë deklaruan në studio, nuk kemi diçka tre përveç asaj që u thu, por vlen të theksohet se përveç ndihmës që i ka ofruar mbrojtja e kërkim shpëtimit, ekipi kërkim shpëtimit familjes, i është ofruar ndihmë edhe një vozitësi të një kamioni në shpëtësisë malazeze, i cili është dërguar deri në kufi, pasi që ishte përkeqësuar dhe gjendja e tij, dhe kjo është për sa i përket kësaj situate. Ajo çka vlen me u theksu është se edhe në përditësimin e fundit, Qendra për Menaxhimin Kufitar tregon se kufiri mbetet ende i mbyllur për shkak të borës në pjesën e malit të Zi, përkatësisht në pjesën neutrale në drejtim të malit të Zi, ndërsa udhëtimet nga peja deri në pikën kufitare ku janë të kalueshme, janë në rruga është e pastër, ndërsa vetëm se duhet kujdes të shtuar. Kjo është përsa i përket kësaj situate, e padyshim që ekipi i kërkim shpëtimit një fund të tillë e ka vlerësuar shumë edhe mbështetjen që janë ofruar nga policia dhe gjatësiksit e pesë, të cilët janë përgjigjur këtij rasti. Dhe për të gjithë ata të cilët janë të interesuar për me e kuptuar se kur lëshohet kjo lëvizje dhe kur heqet kjo blokadë, Qendra për Menaxhimin Kufitar ka vendosur një numër që është 0800 595, është një informatë shumë e rëndësishme të cilën qytetarët mund të shërbejnë. Është një rrugë që frekuentohet shpesh? Ka shumë qarkullim? Ajo është rrugë që mbase çdo ditë qytetarët nga Rrëzhoja vinë në Pejë dhe nga Peja në Rrëzhojë, është rruga e vetme e cila është zyrtare që qarkullohet në mes këtyre dy shteteve dhe mes këtyre qyteteve Pejë Rrëzhojë. Për momentin është e kaluar? Nuk është e kaluar. Nuk është e kaluar. Vetëm të sqarohemi. Nga Peja deri në pikën kufitare, ku është e kalueshme. Mirë, po nga ku e në drejtim të malit të Zi, në zonën neutrale, për shkak të borës, është e pakalueshme. E qartë. Me fjalë të tjera, domethënë kufiri është i mbyllur. Deri në përfitimin e radhës. Po, kufiri është i mbyllur deri në njoftimin e radhës, dhe mund të kontaktojnë në 0800 595 qytetarët për me e kuptuar se nëse është lëshuar ose jo, ose në përfitimin e tyre në rrjetin social Facebook, Qendra për Menaxhimin Kufitar. Kjo është situata me familjet e mbyllura janë mirë ata? Keni marrë informacione? Me aq sa është bërë ditur në bazë të publikimit, ata domethënë i është ofruar fillimisht i është ofruar tretmani mjekësor i nevojshëm, për shkak se nëse ata parat mos ishin të lënduar, ata janë të shqetësuar për shkak se kishin mbetur në borë. Atyre i është ofruar ndihma dhe janë vendosur në zonën e sigurt të pikës kufitare në pikën kufitare ku. Dhe personi tjetër që ka qenë vozitës i kamionit në shtetësi të malit të Zi është dërguar në pikën kufitare në malin e Zi. Dhe kjo është përsa i përket gjendjes. Ndërsa zona neutrale është, si themi ne këtu në Pejë, rrugë, për arsye se ka shumë borë dhe deri me tani kemi parë edhe nga pamjet që kemi parë ka shumë kamion dhe mjete të rënda të cilët po presin që të pastrohet rruga dhe të ketë lëvizje. Valdrin, se mund në pyetjet fundit, a ka themi kështu ndonjë operacion i drejtuar qoftë nga Ministria e Infrastrukturës, qoftë nga komuna për me kontrollu situatën, pra me ju dalë ndihmë eventualisht kësaj kolone që është në pritje me hap rruga, një tentative për me hap rrugën ose të tilla? Për sa i përket komunës, komuna as në zonën e Pejës, që është në territorin e Pejës, që nuk është kompetencë e tyre, komuna nuk bën asnjë veprim. Ka deklaruar dhe në çdo prononcim, thotë kjo nuk është kompetencë jona edhe në kuadër të territorit të Pejës, e në zonën neutrale. Ndërsa për sa i përket nivelit qendror nuk kemi parë ndonjë veprim. Qartë, mirë, faleminderit për gjitha këto informacionet që i solli në këtë mëngjes, Valdrin. Ditë mbarë. Gjithashtu, ditë mbarë dhe ty.